Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në ditët më të mira, jemi në ditët më të dashura, ku Allah subhanahu wa taala është betuar këtë ditë. Ka thënë wal fajri wa layalin ashr. Është betuar Allahu në këta 10 ditë e para të muajit Dhul-Hijja. Ndërsa në një hadith ku transmeton Xhabiri radiallahu anhu që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë afdal ayamud dunya ayamul ashr. Subhanallah. Ditët më me vlerë, ditët më të mira të dunjas janë këto 10 ditë, 10 ditë të Dhul-Hijjes. Në një hadith tjetër që transmeton Ibn Abbas radiallahu anhu që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë ma min ayyam al-a'malu s-saliha fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Ka thënë nuk ka ditë që veprat më të mira, që veprat e mira shpërblehen tek Allahu subhanahu wa taala se sa këta ditë që ka për qëllim 10 ditë e Dhul-Hijjes. I thanë sahabët pejgamberit alayhi salatu wassalam, ja Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah, as jihadi për hir të Allahut. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja' min dhalika bi shay. Tha përveç një njeri i cili ka dalë me veten e tij, me pasurinë e tij dhe nuk është kthyer me asgjë. Prandaj vëllezër të nderuar, jemi në ditët më të mira, jemi në ditët më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala, që veprat e mira që bëhen në këtë ditë i don Allahu xhalla xjalaluhu. O vëllezër, sa neve po na ikin këta ditë sikur të mos jenë kur gjallë, sikur të jenë ditë normale. Do t'ja dim vlerën që veprat shpërblehen tek Allahu subhanahu wa taala në këtë ditë. Prandaj shtoni dhikrin, përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, shtoni veprat e mira, leximin e Kur'anit, sadakan, bëni dua tek Allahu subhanahu wa taala. Thuni subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Këta fjalë që janë të lehta për neve, peshojnë rënd tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu është më i madh se sa pikëllimi jon. Prandaj shfrytëzoj këtë ditë që të kërkosh falje tek Allahu subhanahu wa taala. Shfrytëzoj këtë ditë që Allahu xhalla xjalaluhu të na mundson që të bëjmë vepra të mira e të jetë i kënaqur me neve.